Fluksi lëvizjeve në portin e Vlorës është rritur ndjeshëm gjatë ditëve të fundit, jo vetëm në hyrje, por dhe në dalje, kryesisht në drejtim të Italisë, edhe pse është ende herët për të bërë një krahasim të plot me vitet e kaluara. Të dhënat e ditëve të fundit tregojnë një trend në rritje të lëvizjes së pasagjerëve. Drejtori i portit të Vlorës, Valdet Bello, ka bërë të ditur se vetëm gjatë ditës së diel në dalje të portit janë regjistruar rreth 800 deri 900 pasagjerë. Përballë këtij fluksi, strukturat portuale po marrin masa për të përballuar numrin e lartë të udhëtarëve dhe për të shmangur krijimin e radhëve të gjata. Bello thekson se po punohet me sportele të shtuara dhe personel të përforcuar, ndërsa bashkëpunimi me kapitenerinë e portit dhe institucionet e tjera vijon për menaxhimin sa më efikas të lëvizjeve, veçanërisht në ditët me fluks të lartë. Aktualisht nuk e kemi atë fluksin që është, domethënë, në ditët që kthehen, por kemi vërejtur një rritje të numrit. Ditën e në mos gaboj ditën e diel ka patur një rritje diku tek 800-900 pasagjerë, të cilët kanë lëvizur, domethënë, nëpërmjet linjës tonë Brindisi, po. Ndërkohë me sa sporteleve punohet për të ardhur në ndihmë me migrantëve, shtetet dhe pasagjerëve turistë që udhtojnë? Siç e kemi theksuar tani me pozicionimin e ri dhe planin e sigurisë që është implementuar në portin e Vlorës, po punohet me kapacitet të plot dhe është shtuar numri i sporteleve në 6. 6 të cilët duhet theksuar se 4 nga këto sportele punojnë në 2 anët, duke çuar në 10 numrin e përpunimit të mjeteve që kalojnë në kufi, në pikën e kufirit. Dhe duket që është një ritëm më i shtuar, domethënë, edhe përpunimi është më i shpejt dhe koha, domethënë, e përpunimit është zvogëluar. Këto masat deri në çfarë periudhe do të vijojnë? Do të vijojnë deri në mbarimin e sezonit, që besoj do të jetë fillimi i shtatorit, mezi i shtatorit do të jetë, domethënë, ajo besoj po në momentin më i ulët, po. Flasim për plan masash, por kjo në bashkëpunim edhe me institucionet e tjera? Po, patjetër, porti i Vlorës, domethënë autoriteti portuar i Vlorës bashkëpunon me drejtorinë e kufirit dhe emigracionit dhe me doganën dhe kapitenerinë, duke marrë të gjitha masat për të kryer një përpunim sa më të lehtë dhe më të shpejtë të mjeteve dhe pasagjerëve, duke krijuar kushte dhe lehtësirat e duhura për ta. Faleminderit. Muaji gusht ka regjistruar një fluks të lartë lëvizjesh në portin e Vlorës, si në hyrje ashtu dhe në dalje, veçanërisht në drejtim të Italisë. Për të përballuar këtë fluks po punohet me sportele të shtuara dhe me personel të përforcuar, me qëllim që të evitohen radhët e gjata dhe të sigurohet një përpunim sa më i shpejtë i pasagjerëve.